Një gatim i ngrohtë, tamam dimror, me zarzavate të llojeve të ndryshme. Të dashur ndjekës, do bëj një recetë me ca copa mishi, sa të do të keni në shtëpi, po jo me mish pule, po mish i zakonshëm, viçi. Dhe kam përzgjedh një recetë dimrore me pak zarzavate, me një 2 karrota, po karrota duhet jenë të plota, të trasha, munoni të trashat, se kanë shumë shije. Në dimër me këto tullit, se kanë dhe ëmbëlsi dhe tull. Në fillim do hudh vojnë, do t'i jap pak kavërdisje. Tash i hudh karrotën, duhet ta kavërdisim se s'bën, kush është i smur e hudh direkt në long mishit. Këtu kam bë 2 copë karrota. Deri diku karrotat edhe patatet duhet të kavërdisen mirë, që të zbutet karrota pak, që të marrë shije në ftere. Tash i largojmë se janë kavërdisi që duhet. Tash puna më e madhe është me karrotën, që të krijohet ëmbëlsia, se tash karrota duhet të jetë shumë e trash. Munoni 2 copë. Tash i hudhim specat, siç janë. Prandaj zgjodhat vogla, kanë dhe shumë shije, kur e hak shumë në gojë, s'ke pse e copton. Tash na ngelëm vetëm patlıgjana. Tash i largojmë dhe specat. Ashtu do kavërdisim kepën. Pak piper. Kepa duhet përpunu pak në ftere, me pak ujë të ngrohtë, që të zbutet, mos ngelje fort nga zarzavatet, që janë pothuajse të përfundume. Tu kam rreth 1 lugë e gjysmë me salcë domatesh. Jo domate, po salcë. Në të gjithë familje tona ka salcë. Edhe 1 lugë me uthull rrushi. I e bën salcën shumë të shishme, pak të athët, se ke patlıgjani, edhe pak të omën, se është uthull rrushi dhe kepa vetë ban ëmbëlsi në vetvete. Tash e kalojmë në tenxhere. Tash do hedhim longun e mishit të ngrohtë. Kjo gjellë do jetë pak me long, që të mbushet luga, se është recet dimri dhe trupi ka nevojë për long edhe për ynyrë. Ajo i jep dhe shumë shije, kur luga mbushet dhe me long dhe me zarzavate. Tash flaka duhet jetë e ulët, rreth 30 minuta, 30-40 minuta, sa të bëhen përfundimisht. Me gjithë copa, se copat janë të zime. Ju thash që kjo gjellë duhet të notoj pak në long dhe do t'i hedh 1 lugë të vogël me galetë. Ja, galeta. Kush nuk ka, le t'i hudhi i lugë gjelle me oriz, për ta mpiks pak longun. Po do t'a provoj dhe pak për kryp. Para se ta mbyll tenxhere, do t'i hudh 1 thelb hudhë, kështu të madhe, siç është. E pa preme, edhe e mbyll tenxhere. Të bëhet avash avash. Shti hapim tenxhere, për mu gjella ka përfundu. Një tulli e thjesht. Me shumë pak mish, me aq sa ju ndodhet në shtëpi.
Aq sa ju a përmban xhepi, po di se çfarë han. Na bëft mirë dhe ne.